është një rast që nuk është se s'ka zgjidhje, ka zgjidhje të specifikuara dhe besoj që institucionet duhet të marrin dhe modelet më të mira që bota i menaxhon dhe besoj që duhet në radhë të parë të kuptojmë që të punohet fort edhe me komunitetin. Nuk është një ngjarje sporadike dhe mbyllur ke një familje. Është një ngjarje që ka trënditur të gjitha familjet, që na ka bërë të gjithëve të reflektojmë fort dhe që ka shkundur themelet e raportit shoqëror dhe social. Të sëmur kemi pa fund. Puna është nuk mund t'i lejojmë këta të sëmur, se jam e bindur që në këtë komunitet të vogël, ky individi nuk e ka pas për herë të parë. Dhe besoj që komuniteti duhet ta ketë njohur. Një fakt që kam dëgjuar dje ishte rasti që kur dëgjoja në intervista që kam lexuar, thuhej që ky zotëria kishte një dashamirësi për fëmijët, i puthet të gjithë, i përqafonte. O prindër të dashur, duhet t'i mësojmë fëmijët, sidomos kur janë të vegjël. Duhet nganjëherë që bëjnë edhe më vigjilent në këto raste. Të mos i lejojmë t'i përqafojë cili do, kushdo dhe të ri, qoftë edhe të rritur, qoftë edhe gjyshërit. Duhet të kuptojmë që fëmijët përshëndeten nga larg, që fëmijët nuk përqafohen me këdo dhe sido, aq më tepër në raste ku kemi të bëjmë me mosha delikate që formojnë personalitetin e tyre dhe raportet e reja që janë raporte sociale. Por çfarë parashikon ligji në fakt në Shqipëri në rastet e përdhunimit dhe të pedofilisë? Pikërisht për këtë kemi pyetur avokatën Margarita Kola dhe na ka dhënë këtë përgjigje. Ndjekim tani. Kodin ton penal, në seksionin 6, kemi krimet seksuale, ku ka një sër nenesh të cilat flasin për veprat të caktuara penale, por që kanë të bëjnë me marrëdhënie seksuale. Pikërisht ky seksion hapet me nenin 100, që ka të bëjnë me veprat penale që lidhen me krimet seksuale ose homoseksuale me të mitur. Në rastin konkret kemi rastin e një vajze që është 12 vjeçe, e cila ka ngelur edhe shtatzan, po ju them që marrëzhet e dënimit për vepra të tilla janë nga 7 deri në 15 vjet dhe nëse në paragrafin 3 jemi në kushtet e paragrafit 3 të nenit 100, kjo gjë ka shkaktuar edhe lëndimin dhe mund ta ketë çuar fëmijën deri në vetvrasje, atëherë kjo vepër penale dënohet jo më pak se 30 vjet deri në burgim të përjetshëm. Pra, janë vepra penale të cilat janë me marrë shumë të larta dënimi. Por para se të kalojmë tek forca e ligjit, unë mendoj që çështja e veprave të tilla penale ka të bëjë shumë edhe me edukimin, jo vetëm ligjor, por mbi të gjitha me edukimin social shoqëror që kemi ne si njerëz. Shpresoj që kemi sa më pak vepra të tilla penale, të cilat janë shokuese dhe uroj për 2026-ën që kjo të jetë e para dhe e fundit vepër penale. Faleminderit shumë avokatës Margarita Kola. Shumë të drejtë, Margarita. Do me thënë që përpara se të ndodhi situata, duhet parandaluar fort. Dhe pikërisht, një nga pikat e hallkave tona të dobta është njohja ligjore që duhet ju bëhet që në kurrikulin shkollore. Pra duhet merren disa indicie të vogla për të kuptuar cilat janë drejta, cilat janë detyrimet dhe kur ndodhin këto raste, cilat janë dënimet e para. Sa i rëndësishëm është komunikimi prindër-fëmijë në këtë rast, sepse ndoshta mund të ishte që një nga gjërat që mund të parandaloj situata të kësaj natyre, pra që prindi edhe t'i shpjegoj fëmijës që duhet të jetë i kujdesshëm dhe nëse ai nuk dëshiron të mos lejojë askënd t'i afrohet, pra as ta puthi, as ta përqafoj, se nganjëherë ne themi jo, ç'është një fëmijë pa edukuar, po jo. Nëse fëmia nuk do, ai ka të drejtë të thotë jo, nuk dua të më puthësh. Dhe ne këtë duhet ta mësojmë fëmijëve tanë, apo jo, sepse kështu nis, nëse ai personi në fjalë ka nisur duke puthur, duke përqafuar fëmijët pak nga pak, edhe ka arritur në fund deri në fatalitet. Çfarë mesazhe mund të japin në këtë rast në lidhje me këtë komunikim dhe me këto mesazhe që t'u japin prindërit fëmijëve? E para, ne kemi folur shumë për prindërimin dhe është një nga sfidat më të vështira në këtë periudhë ku ne jetojmë. Pra, sot prindërimi është bërë nga, si thuash, detyrat më të vështira për të ndërtuar një marrëdhënie të drejtë me fëmijët. Dhe
që të prindërosh nuk do të thotë të urdhërosh dhe nuk do të thotë të detyrosh, po në radhë të parë duhet të mësosh fëmijën me disa rregulla ku pjesëtarët e afërm janë ata të cilët duhet respektuar, por nuk duhet kaluar deri në masa përtej normës dhe limitit. E para, e dyta, duhet mësuar që me të tjerët raporti duhet jetë më i ftohtë, parsi neve kemi përgjegjësi për trupin ton dhe duhet të ndalojmë cilin do që na lejon qoftë të shpreh dashurin. Ti e mban mend shpeshherë mamat në këto pjesa e grykashkave shkruan një fjalë, mos më puth, të lutem mos më puth. Do me thënë, ideja është që fëmijët duhet mësuar që kur janë shumë të vegjël, që të jenë të tërhequr, të jenë të mirësjellshëm, po të jenë të tërhequr. E treta që është shumë e rëndësishme është edukimi që bëhet në familje, por dhe në shkollë. Pse themi lidhja me komunitetin, që do të thotë çfarë duhet të edukojmë në shkollë, këtu del roli i mësuesve dhe i psikologut, sepse kemi të bëjmë me një fëmijë që është në klasën e 6 dhe që ka mësuar disa rregulla, disa sjellje dhe që i ka lexuar dhe që i ka kuptuar, dhe duhet të kuptojmë që raportet e mbrojtjes së fëmijës dhe të garancisë së tyre duhet jenë të pa negociueshme, duhet jenë të ndara, duhet jenë si rregulla të ftohta. Treta shumë e rëndësishme të dashur prindër, të merrni rolin e edukimit të fëmijëve tuaj dhe të mos ja besoni vetëm gjyshërve. Në rastet kur ju largoheni dhe nuk krijoni komunikim me fëmijën, dhe komunikim me fëmijën do të thotë që të mos ta lini të futet vetëm në dhomën e tij, dhe ai të mendojë dhe të flasë me vete, me telefonin, me rrjetin e tij social, por në darkë të uleni me të dhe kur hani atë supën e ngrohtë, ai t'ju rrëfej se çfarë ka ndodhur gjatë dritës, ju duhet kuptoni se çfarë ndryshimi ndodh fëmijës tuaj. Duhet jeni shumë të kujdesshëm kur kemi ndryshimet hormonale që lidhen me moshën e pubertetit, si për djemt dhe për vajzat. Edhe baballarët, edhe nënat duhet jenë në krah për t'i mësuar fëmijët ç'është edukimi seksual, si po ndodh ndryshime me të, cilat janë masa që duhet marrë, dhe nuk duhet jeni indiferent, sepse vonesa ndoshta për hir të komplekseve dhe tabuve që kanë vetë shmangin këto tema, por nga ana tjetër nuk duhet kuptojmë. Jo, duhet jenë dhe pasojat e këtij mos komunikimi mund të jenë shumë të rënda. Përtej faktit që fëmijët tuaj tashmë po rriten dhe duhet të gëzoheni që po rriten, duhet i mësoni ata që të jenë të kujdesshëm dhe nga ana tjetër të jeni të vëmendshëm, se mund të ndodhi që nga frika fëmia nuk tregon, por një vajze që cikli menstrual nuk i vin as muajin e parë, as të dytë, as të tretë, as të pestë, as të gjashtë, atëherë tregon që ka ndodhur diçka dhe duhet të bëni shërbime të dedikuara për ta, duke i çuar në analiza të ndryshme, në situata të ndryshme, për të parë shëndetin e tyre, për t'i ndihmuar ata, për të bashkëbiseduar me ta dhe për të kuptuar që fëmijët janë pasuria më e madhe. Investimi që duhet bëjmë në ta është investim jo vetëm me dashuri dhe me ushqim, por me kohë, me komunikim, me vëzhgim dhe pa duke i ndihmuar, jo thjesht duke i qortuar dhe duke ngritur duart lart në situatat më të vështira. Unë jam e bindur që ne të gjithë sot jemi pranë prindërve të vajzës, jemi pranë vajzës dhe të gjithë bashkë e trajtojmë këtë problem si problemin e shtëpisë tonë dhe besojmë shumë që gjithçka të kaloj pa traumë, ose këto traumat e forta, le t'i japim dorën, t'i jepet suporti më i madh në të gjitha drejtimet dhe të mos kemi më historira të tilla, sepse ky është trishtimi i madh i botës njerëzore. Faleminderit shumë Nora Mala që ishe me ne, faleminderit shumë si gjithmonë për mesazhet e çmuara që ndan në studio dhe sidomos për këtë temë kaq delikate dhe këtë histori kaq të rëndë dhe të trishtë njëkohësisht.